datën 27 mars të vitit 1999, në orën 13:20, në pikën kufitar të Morinës hyn 187 refugjatët e parë nga Kosova të dëbuar dhunshëm nga forcat serbe. Deri në ora 24 të pasaj dite, ky numër do të shkonte në mbi 12.000, e ditët në vijim në mbi gjysmë milioni shqiptar të dëbuar për në Kukës. Kuksi, një qytet i vogël në verilindje të Shqipërisë, brenda pak ditësh do të kthej në vëmendjen e gjitha mediave prestigjioze botërore për atë që po ndodhte. Vendthrejimi i parë i refugjatëve në Kukës do të ishte Pallati i Kulturës Hasan Prishtina, ndërsa pjesa tjetër më pas u sistemua në shkolla, qerdhe, magazina dhe kampe të improvizuara. Familjet kuksiane hapën dyert dhe zemra, duke pritur kosovarë që vinin nga lufta të torturuar, masakruar e dhunuar brutalisht nga gjenocidi serb që po ushtroi mbi to. Megjithëse kanë kaluar 27 vite nga ajo kohë, Kuksi dhe kuksianët e kanë të freskët në memorje çdo moment të asaj periudhe të rëndë, duke na pritur me shumë mall dhe nostalgji. Ndalesa jonë e parë do të ishte Muzeu i Vogël i Radio Kuksit, një vend dhe një godin që mbart histori dhe dëshmi të gjalla të asaj çfarë kishte ndodhur në Kosovë gjatë luftës. Dhjetra të strehuar në dhoma dhe korridoret e kësaj radio e sillnin me vete dramën, dhimbjen dhe tragjedinë e asaj çfarë po ndodhte atje. Sa për dokumentarin ekspoze drejtori i Radio Kuksit, Jonus Hallaçi. Hallaçi na tregon njoftimet origjinale të asaj kohe, ku i sillnin për të kërkuar të afërmit të tyre pasi nuk kishte mjete të tjera informimi. Rastim Mushoti nga Ratkuci i Rahovecit gjendet në Kukës dhe jep numrin e telefonit. Ishte njëra prej letrave të varura në mur, mes shumë të tjerave që bartnin me vete dhimbjen e 27 viteve më parë. Nisë hedhet në këtë dhomë të vogël, që është një muze i Radio Kuksit, por në fakt është një pjesë e rëndësishme e historisë dhimbshme të Kosovës dhe e kombit shqiptar, pasi kjo radio, që në piknisjen e saj, në zanafillën e saj në vitin 1959, nga qeveria e hershme është krijuar posaçërisht për viset shqiptare në ish Jugosllavi. Vise të cilat çdo ditë dhe më shumë përveç të tjerave po u mohoi dhe drejta për informim në gjuhën shqipe ose keq informoheshin në gjuhën shqipe të diktuar nga politikat e ish Jugosllavisë apo më vonë dhe shumë të dhunshme të Serbisë. Normalisht që kjo radio me antenat të drejtuara nga Kosova, nga viset shqiptarë në Malzin, Lugin dhe në Maqedoni, ka qenë një zë i fuqishëm që ka mbajtur gjallë gjuhën, historinë, letërsinë, kulturën, idenë që këta shqiptarë të ndarë padrejtësisht nga trojet e Shqipërisë, nga trungu mam, e kanë një shpresë tek shteti am, si quhej atëherë në Kosovë, dhe radioja jonë kishte një strukturë programore të mirëfillt për të informuar në çdo fushë shqiptarët që ndodheshin jashtë kufirit zyrtar. Dhe mendoj që këtë mision e ka kryer më së miri ndër dekada, kuptohet dhe në bazë të një politike zyrtare që kishte shteti atëhershëm shqiptar, sepse nuk mund të dilnin kundra, dhe kulmi arrin në vitin 1999 me krizën e refugjatëve, s'po i quajmë refugjat, po themi me dëbimin e dhunshëm të vëllezërve tanë nga trojit e tyre, nga dhuna policore dhe ushtarake serbe, dhe strehimi në Kukës dhe në qytetet e tjera të Shqipërisë, por Kuksi u bë qyteti i pritjes, e sfumoi varfrin, problemet që kishte ky rajon verilindor izoluar, problemet që kishte Shqipëria sepse kishte kaluar një situatë as pak normale në 97-ën, dhe radio dhe në atë kohë ishte mjeti i parë që informonte shqiptarët në ekzistencën e tyre, në kapërcyll të ekzistencës së tyre, jo vetëm këtu, por dhe në malet e Kosovës, ku kishte të strehuar, ku kishte luftëtar të lirisë, dhe unë mbaj mend që në radio kemi strehuar, u bën dhe jo vetëm burimi informacioni, por dhe stre. I linim të vinin në dhoma, në korridore përpara. Çdo njeri që vinte këtu ishte një histori më vete, ishte një dramë më vete, por cilte një tragjedi që kishte ndodhur atje. Dhe këto njoftimet që janë origjinale, mund të kishin 5.000, 10.000, 8.000, 20 në ditë,
sepse në atë kohë kemi parasysh kishte internet, linjë telefonike, televizion, që të informoshin, gjithë kishin nga një radio të vogël, thënë nga UNCR-ja dhe në për çadër, në për shtëpia informoshin që ku ndodhej afër mi tyrja, kështu për shembull thotë Rasim Mushoti, nga Rotkoci Raveci gjendet në Kukës, jep numrin e telefonit e tjetër. Spikeri jon këtë punë bonte gjithë ditën. Duke mos harruar se kemi qenë dhe nga vitet 97, 98, 99 derisa u kriju dhe Radio Kosova e Lirë, edhe një zonjë fuqishëm dhe për luftëtarët e ri, sepse bazat e ushtrisë ligjtare të Kosovës kanë qenë në Kukës, në Haz dhe në Tropoj. Ai tha se mban mend se ka lexuar edhe betimin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe në një farë mënyrë ishin kthyer në një redaksi lufte. Unë mbaj mend që kam lexuar edhe betimin e UÇK-s për herë të parë në këtë mikrofon, e kanë sjell ish drejtuesit të UÇK-s në bashkëpunim dhe me njerëzit që i ndihmonin dhe e kemi lexuar. Përveç të tjerë kemi përcjell gjithë situatën që ishte në atë kohë në Kosovë, gjithë shmërnguljet, gjithë dhunën, me mënyrat që ne kishim mënyrë dhe me lidhje drejt për drejtë për ta marrë gjithë aktivitetet e ushtrisë ligjtare të Kosovës, kuptohet ato që mund të jepeshin, sepse disa gjëra janë dhe nuk tani thuhen, në atë kohë nuk mund të thuheshin. Dhe në një farë mënyrë unë kujtoj që kemi qenë një redaksi e luftës. Kam qenë unë, Recep Pshau, Suleman Dida, Mirjana Përzhita dhe Blerina Bytyqi, një 5 gazetarë me përvojë, të cilët informonim dhe këtu ishte baza kryesore, por informonim dhe mediat qendrore, në mënyrë që të shërbejë që ishte sa më shumë. Unë bashkëpunoj me BBC në Shqip, të tjerët me gazeta, me revista, pastaj të gjithë gazetarë dhe agjencitë e huaja të akredituar në Kukës mbi 2500 burimin e parë të informacionit e merrnin këtu, sepse ne dinim se çfarë ndodhte. Nuk kishin shumë kohë për të humbur. Allaçi potencoi se misioni nuk ka mbaruar, duke shpresuar dhe besuar që një ditë do të jepet dhe lajmi i madh i bashkimit kombëtar. Them që mirënjohjet që kemi marrë nga populli i Kosovës, nga ato vizitat shumëta, sidomos të brezit rritur, që është rrit me nostalgjinë e Shqipërisë, e shtetit tonë, me Radio Kukësit, që vinë, na vizitojnë, na bëjnë krenar, na bëjnë të lumtur që sa do pak në mënyrën tonë i kemi shërbyer çështjes tonë kombëtare dhe ne vazhdojmë të shërbejmë prapë. Shumica e programeve përmbajnë muzikë, problematikë, zgjedhje, aktualitete, lajme, zhvillime nga Kosova, jo vetëm në radio, por dhe televizioni, sepse tash prej 6 vitesh jemi edhe RTS Kuksi në kuadër të radio televizionit publik shqiptar dhe kemi një mbulim shumë të mirë të Kosovës, e mbulojmë edhe për televizionin qendror, që do thotë që nuk ka mbaruar misioni. Ne jemi këtu, Zoti e ka falë Kuksin në këtë vend që është, Kosova aty afër, dikur kemi qenë pjesë e Kosovës dhe Kosova pjesë e gjithë Shqipërisë dhe besoj që ky mision s'ka për të mbaruar kurrë, sepse jemi një kombë, një gjuhë, një ardhme dhe besoj që siç kemi arrit momente emocionale të çlirimit të Kosovës, të pavarësisë Kosovës, të cilën unë kam përcjell në mënyrë drejt për drejt në të gjitha etapat e saj, që janë ëndra për mua dhe për brezin tim. Besoj që një ditë të bëjmë dhe lajmin e madh të bashkimit të trojeve tona, të ndara padrejtësisht në të gjitha shtetet fqinjve që na kanë uzurpuar nga një pjesë tonën, por Shqipëria dhe Kosova si dy shtete të pavarura. Besoj që rruga e integrimit në Bashkimin Evropian nuk përjashton asnjë mundësi që siç na ka falë Zoti të jemi një ditë dhe unë besoj që t'jem punë dhe t'jetë dhe Radio Kuksi që ta përcjell këtë. Nuk harroj pa përmend dhe ekipin e gazetarëve të programit satelitor të Radio Televizionit Shqiptar që mbulonte Kosovën, Bekim Shehun, Yllin dhe grupin tjetër, Besnikadën, të cilët shpeshherë vinin, bashkëpunonim, lidheshin në terren, po ashtu edhe grupin e gazetarëve të bashkëpunëtorëve të cilët erdhën në kohën e luftës dhe ne i angazhuam direkt në punë, në terren, në mal, në qendrat e grupimit dhe tjetër u bën në një farë mënyrë u bën gjitha forcat bashkë dhe bashkë kemi hyrë në Kosovën e çliruar. Drejtori i Radio Kuksit the se nuk ka një shifër të saktë se sa kosovarë u vendosën në Kukës gjatë asaj kohe, pasi humbi nocioni i numrit, por sipas tij mund të ketë qenë mbi gjysmë milioni të dëbuar. Ai na tha se Radio Kuksi kaloi përmesa të një radioje lokale pasi ishte në stacione televizive më të rëndësishme të botës. Unë
Kujtoj të parë kanë në Tropoj, në 98-ën shkoj 20.000, unë e dija që hapja këtij korridori këtu do të ishte një lumë gjigant, njerëzish që s'do të kishte të ndalu dhe për 3 muaj nuk ka patur të ndalu, ka patur atë që ka ndalë për 24 orë deri në 75.000 nga Mitrovica, është ajo për kujtimorja, dhe them që rreth 530.000, nuk ka një shifër të saktë zyrtar sepse humbi dhe nocioni i numrit. Ne thonim dhe u bën 100-200 ditën kur kanë ardhur 24 mars nga Krusha, pastaj humbi nocioni, s'kishte më vlerë numrimi, ishin qindra, ishin mijëra. Dhe them që gjysmë milioni kanë qenë këtu, rreth 200-300.000 kanë qenë gjithmonë këtu, në për shtëpia, në për qendra pritje, dhe një pjesë tjetër, pasi akomodoi përkohësisht i jepej ndihma e parë, për cilë ishin për në Tiranë, Vlorë, Shkodër etj. Pastaj nuk duhet të harruar që Radio Kuksi e kaloi për masat e një radio lokale, sepse Kuksi ishte në hartat meteorologjike të qyteteve më të rëndësishme të botës në stacione televizive, dhe them që rrallkush pati fatin, si unë gazetar, si kolegët e mi dhe si kjo radio, të përcjellim ngjarje madhore qoftë Shqipërisë, post-komuniste me zgjedhjet parakoshme të koshme, gjendje të jashtëzakonshme, ngjarjet e Kosovës, zhvillimet e mëtejshme. Ndoshta do të mendojmë gjatë që duhet jetosh 1000 vjet që ti përjetosh gjithë këto ngjarje dhe të kesh fatin që ti transmetosh për publikun tënd, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë dhe kudo ku ka shqiptar. Në muzeun e vogël të Radio Kuksi gjendej edhe një fotografi shumë e veçantë. Dalja e parë e formacioneve të ushtrisë çlirimtare në Kukës. Ja, këtu për shembull kemi daljen e parë publike të formacioneve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Kukës. Do t'jetë vitin 98, këtu kemi ushtarak, kemi drejtues televizjes që ishin atashuar në Kukës, kemi drejtues të shoqatës Kosova. Është mikrofoni i Radio Kuksit, është kolegu i nderuar Neritan Muja, i cili nuk jeton më, fatkeqësisht, por që ky gjendet dhe në arkivat tona. Pastaj kemi plot, janë njoftimet, to janë dëshmi e rrallë, janë fotografi të karvanëve, të njerëzve që jetojnë në për qendra kolektive, në për livade, sepse ishte kaq e madhe, Kuksi ishte kaq e vogël sa njerëzit ishin kaq shumë sa nuk është e pa imagjinueshme që të. Kuksi në çdo sep të tij mbart një pjesë të historisë së Kosovës me vete. Qendra e qytetit në afërsi të xhamisë është vendi ku vendosen për herë të parë me dhjetra mijëra të dobuar. Nga aty ne u zhvendosëm drejt muzeut etnografik të qytetit ku gjendet kulla e Eksod 99. Rreth 9 kate e lartë, me pamje që të marrin frymën, fotografi të fëmijëve të masakruar, krime nga mëqi njerëzore që lën pa fjalë çdo mendje njerëzore normale. Dhe siç tha dhe Ciceroni muzeu Liridon Cenaj, kjo që shihet nuk është gjë tjetër përveç se gjenocid. Cenaj na potencoi se disa prej fotografive janë hequr nga muret pasi pamjet ishin të tmerrshme dhe ndikonin keq tek vizitorët dhe familjarët që vinin aty. Muzeu ndahet në 2 institucione, është Muzeu Etnografik dhe Kulla e Eksodit 99. Pra, ne jemi përpara edhe Kullës Eksod 99. Kulla e Eksod 99 është rreth 9 kate dhe ka më shumë foto nga Eksodi i Kosovës. Duke qenë se Eksodi i Kosovës është një luftë që ndodhi tash shpejt dhe unë kam qenë vetëm 7 vjeç dhe më mend shumë mirë. Unë jam patjetër Ciceron, por kur rrofej historinë e kësaj lufte, përballem me shumë skena që i kam pa vetë. Dhe nuk janë vetëm skena që i kam lexuar Gjokundi, por janë edhe skena të jetuame. Unë më mend Kuksin, një qytet me gati 20.000 banor, kthyer në një vend kryeqendër botës me 450.000 të strehur në Kukës. Sa i përket Kullës së Eksodit, ka foto nga lufta më e fundit që ndodhi në vitin 1999, një luftë patjetër shumë e përgjakur dhe shpesh dëgjoj që nuk ishte genocid. Ju e pat vetë fotot ku ka edhe fëmijë të vdekur, ka edhe fëmijë të gjëmtuar, ka edhe fëmijë të dëmtuar dhe patjetër aty ku vriten civil, aty ka edhe genocid. Dhe jo pa qëllim mund të quhet eksod. Pse eksod? Sepse njerëzit u detyruan të iknin nga vendi i tyre, jo që kishin dëshirë të iknin. Por Kuksi u bën një qendër shumë e rëndësishme dhe
Kjo është arsyeja pse ndodhet kulla pikërisht këtu, sepse të ardhurit e parë vendosën pikërisht në qendër të Kukësit. Në datën 27 mars erdhën njerëz të parë nga Zhuri dhe Prizreni. Por kuksianët, jo vetëm kuksianët, e gjithë mbar shqiptaria kanë një shprehje shumë të bukur. Bukë me kryp dhe zemër të madhe. Ne nuk shikojmë dot çfarë ka sofra, ne hapim zemrën për çdo kënd. Donacioni i qeverisë Kosovës është inauguruar në 16 prill të vitit 2009, sepse 16 prilli është dhe dita e eksodit të Kosovës. Patjetër kemi shumë vizita që vinë nga vëllezërit tanë kosovar, kur e bojnë si një lloj homazhi dhe një lloj falënderimi edhe për të rënë që kanë rënë në krye të luftës, por gjithashtu edhe për ato që mbijetuan. Nuk ishte vetëm Kukësi që është e vërteta. Ishte gjithë Shqipëria që hapi dyert, por në Kukës ishte kryeqendra, 450.000 kosovar. Fotot janë dhe nga televizori Kukësit. Ka dhënë një kontribut shumë të jashtëzakonshëm. Jo vetëm televizor, por edhe Radio Kukës, edhe për gjetjet e njerëzve që ishin të humbur, por televizori Kukësit e krijuar në vitin 1997, në vitin 1999 ishte 24 orë në transmetim të drejt për drejt. Dhe fotot kryesisht janë nga televizori Kukësit, por dhe nga fotografë të ndryshëm ndërkombëtar, të cilët pastaj janë dhuru dhe janë bërë pjesë e muzeut. Forcat paramilitare e policore serbe goditën vazhdimisht territorin e Kukësit e sidomos fshatrat përgjatë kufirit. Gjatë periudhës së luftës u vendosën përgjatë kufirit një numër i madh minash, duke shkaktuar aksidente në njerëz. 34 persona humben jetën si pasojë e këtyre minave, 50 u gjumtuan dhe 12 u verbuan. Izet Ademaj, ish efektivi policisë kufitare, është njëri nga personat të gjumtuar nga këto mina. Ai për dokumentarin ekspoze në rrëfeu se si gjatë kohës sa patrullonte përgjatë kufir, shkel në mina dhe humb njërin këmp. Ademaj thot se ajo kohë nuk harrohet për të derisa të vdes. Kam qenë ish efektivi policisë kufitare dhe me datë 27 maj, gjatë patrullimit të vjes së kufirit, shkelën në një minë antipersonel ku humba këmbën e djathtë poshtë zhurit. Kuptohu si ka qenë ato ditë vështira, ato kohë shumë vështira. Më kanë transportuar me makinat policisë dhe kampingu i parë për të futur në qytet, për të shkuar ke spitali Kukësit, kampingu i parë ishte ky kamping këtu. Një nga kampingjet i qeverisë italiane, se quhet me emrin Erzhepaj, këtu kam marrë ndihmën e parë unë. Këtu kanë qenë kampingi për polici shumë e madhe e refugjatëve, mbi 10.000 refugjatë. Një ekip mjekësh italian, për të dysa kuptohet ka pas dhe helikoptere. Nga këtu kam marrë ndihmën e parë dhe më kanë transportuar për në Tiranë me helikopter. Për ndihmën e parë kam marrë këtë kamping këtu. Ajo kohë është, mua nuk më harrohet kur dhe këtë mos tim mund të jetë. Ajo kohë më të vështira nuk imagjinoj më. Jashtëzakonisht. Gjithçka ka ndodhur më në territorin shqiptar gjatë patrullimit. Në kohën që kolekt të punës dhe makinat e policisë për nësishën poshtë, karavani i të dëborëve vazhdonte të vinte. Vazhdonte se ishte kulmi të dëborëve ishte në atë kohë shumë vështira. Shpresoj mos përsëritet një gjë tillë kurrë. Si rezultat i luftës që ishte në Kosovë, u bindos një pjesë e madhe e territorit shqiptar nga minat, nga ushtria dhe policia serbe, ku pati shumë aksidente, një pjesë e madhe humbën gjymtyrët, humbën syrët nga dëmtime nga mëndrishme, siç e thash edhe gëzyra. Dhe pas kësaj kohe, nga viti 2001 kanë vazhduar të gjymtuarit e minave. Si rezultat të luftës Kosovës janë pajisur proteza në Sloveni, në Institutin e Rehabilitimit në Sloveni, nga qeveria amerikane. 10 vite rresht. Unë për veti kam qenë 5 herë, kam marrë proteza tjetër. Pastaj me kërkesa shumë të mëdha arritëm që ngritëm raportin e protezave në spitalin e Renat Kukësit. Dhe sot është funksional, jo për prodhim, por thjesht për të marrë një parent thjesht mundesh me marrë atë. Spitalin e Kukësit. Edhe Bujar Kovaçi, banori i qytetit të Kukësit, na flet më gjerësisht për atë kohë. Ai nga kampi i refugjatëve mjekët pa kufi, na tregon se kanë streguar shumë familjar nga Kosova, pavarësisht kushteve të vështira që kishin. Këtu, siç e mbaj mend, atë moshë, këtu ka qenë kampi i refugjatëve francez, mjekët pa kufi, cilët kanë pas çadrat dhe me mjete të vështira kanë bërë shërimin dhe personave të cilët kanë qenë në nevojë të plagosur, të gjymtuar, këtu është bërë. Këtu është bërë, domethënë, mjekimi i parë. Dhe pastaj kanë lëvizur në Kukës, në Tiranë, në për qendra më të specializuara. Këtu, unë më e mend se
si shumë persona ka pas këtu, se edhe familja ime ka mi shtrëhu shumë persona nga Kosova, të cilët kemi pa edhe farefisit tonë. Familja ime, baba im atëherë në kushte shumë vështira, me një ambient të 2 dhoma e kuzhinë në Kukës. Kemi stërhu familjarët tonë nga Kosova, nga vërmica e Kosovës, 5 persona, dhe në fshatin tim në Përbreg, agjallarët e mi kanë stërhuar mbi 100 persona, po ato edhe njerëzit tonë nga Zhuri, nga vërmica, kanë qenë kushte shumë të rënda, por që kemi arrit me ja dalë, me ato mundësi që kemi pas. Kovaçi kujton kohën kur ju duhet të qëndroni në radhë për të marrë racionin e bukës. Interesante ka qenë dhe unë e kujtoj gjithmonë edhe me ato personat, ato njerëzit tonë që kemi pas këtu, radha me marë ushqim, bukën, buka ka qenë kryesorja. Buka, ajo ka qenë, që mbaj men shumë. Ajo që kanë gjellë. Dhe ka gjana tjera sa të dush, ka qenë sti qa me të thamë për zotin. Nga aty së bashku me ekipën tonë të dokumentarit ekspoze dhe mish nga Kuksi që na pritën, u zhvendosëm në vendin ku ka qenë kampi i refugjatëve i qeverisë arabe, kampi i cili ruante ende disa detaje të asaj kohe e që flisnin shumë. Izet Ademaj, i cili aktualisht është drejtori i organizatës për asistencë, integrim dhe zhvillim demokratik në Kukës, na renditi disa statistika duke na treguar se sa ka qenë numri të dëmtuarve nga minat e vendosura përgjatë vijës kufitare. Ai tha se këto mina u vendosen përgjatë kufirit dhe në brendësi të territorit të qytetit. Gjatë periudhës së krizës të viteve 98-99 në Kosovë, qaku i Kukësit përgjatë kufirit me Kosovën, forcat militare dhe paramilitare serbe granatuan dhe vendosën mina përgjatë kufirit dhe në disa vende dhe në thellësi të territorit tonë, duke krijuar kështu një situatë krize të minave në këtë rajon. Një sasi e konsiderueshme predhash, artillerie u hodhën mbi fshatrat kufitare. U goditën objekte deri në 25 km në thellësi të territorit të qakut tonë, duke kontaminuar sipërfaqe të mëdha me municione të paplasura thermose. Përgjatë kufirit me Kosovë, në thellësi të territorit tonë, në një sipërfaqe prej afër 120 hektarësh u mbollën një numër i madh minash, antipersonel, antitank, predha të kalibrit të ndryshëm dhe materiale të tjera luftarake dhe të paplasura, të cilat ishin të paplasura. Gjithsej, 39 fshatar për të cilave 11 në rrethën e Kukësit, 14 në rrethën e Hasit dhe 14 në rrethën e Tërpujës u prekën direkt nga vendosja e minave dhe granatimeve. Si rezultati kësaj krize në qakun tonë, prej minave janë regjistruar 272 aksidente, për të cilëve 34 të vdekur, rreth 50 të gjymtuar, 12 të vërbuar dhe pjesa tjetër me lëndime të ndryshme. Në vitin 2000, Kuksi u kandidua për çmimin Nobel për paqe me motivacionin e pritjes së shqiptarëve nga Kosova të dëbuar nga ushtria, para ushtarakët serb dhe serbët e armatosur në Kosovë. Ai është qyteti i parë ndonjëherë që ishte nominuar për çmimin Nobel. Megjithëse zona Kukësit është një vend banimi i hershëm historik, siç dëshmohet prej varreve ilire të zbuluara në fshatin Kënet, Kuksi ose Kuksi i Ri është një ndër qytetet më të reja në Shqipëri.